rregullat janë për të jetuar me to dhe është e natyrshme që nganjëherë ato të thyhen, mirë po ky nuk duhet të shndrohet në rregull tani, për arsye se thyerja e rregullave shkakton çrregullim. Kështu që respektimi i rendit edhe i disiplinës është ajo që jetës së njeriu i jep kuptim, edhe në përgjithësi do të thotë të jetohet me rregulla, çfarë do të qofshin ato. Mund edhe të mos jenë ideale, është shumë më mirë se sa të jetohet pa rregulla. Me një fjalë, çfarë do rregulla dhe jo shumë të çelluara janë shumë më të mira se sa anarkia. Ndërsa njeriu zatën edhe këtu e ka dallimin që e bën edhe superior njëkohësisht, domethënë përveç që është dallim është edhe superioritet edhe prej krijesave të tjera, për arsye se Allahu i Madhruar i ka krijuar të gjitha krijesat, por shumicën absolute të tyre, domethënë nëse i përjashtojmë engjujt, njerëzit dhe xhinnat, krejt krijesat tjera jetojnë sipas një ta quajmë rregulli të caktuar, paracaktuar nga Allahu fuqiplot, por jo që ato me dëshirën e tyre e respektojnë. E respektojnë, por ato i nënshtrojnë atij rregulli. Kafshët, shpezët, peshqit, insektet, bimët e kështu me radhë. Ndërsa njeriut i ka dhënë Allahu i Madhruar lirinë për të zgjedhur a do të përmbahet rregullave apo do t'i shkel ato, edhe nëse flitet, a duhet të jetohet me rregulla apo pa rregulla, përgjigjja dihet. A janë rregullat për të shkelur apo për të respektuar, edhe këtu përgjigjja dihet. E në kuadër të rregullave, pastaj ka prap tjetër temë që bën të debatohet se cilat janë rregullat më të mirë për të organizuar jetën sipas tyre.